Shitësi i ndershëm. Në një qytet të vogël, një burr i moshuar kishte një dyqan të thjeshtë dhe shiste fruta perime. Ai ishte i njohur si njeri i ndershëm që nuk i mashtronte kurrë klientët, edhe nëse ata nuk e dinin çmimin e vërtetë të shitjes së frutave perimeve. Një ditë, një grua e pasur bleu tek i moshuari. Ajo i dha atij para më shumë sa kushtonin ato që bleu. Kur i moshuari numëroi parat, ai ja ktheu asaj menjëherë parat e tepërta dhe i tha me buzëqeshje: "Zonjë nderuar, më keni dhënë para më shumë se ç'duhen. Unë nuk shes me çmim të rrem. Çfarë do të them nesër para Allahut nëse i marr këto para që nuk më përkasin?" Gruaja u befasua sepse nuk kishte parë më parë një tregtar që ta kujtonte Allahun në shitblerje. Ajo e falenderoi të moshuarin për këtë ndershmëri dhe që nga ajo ditë gruaja e pasur e tregonte historinë e saj si dëshmi se besimi i vërtet nuk është vetëm në fjalë, por besimi është në vepra të vogla të përditshme. Ky tregim i thjeshtë na mëson se një veprim i vogël me ndërgjegje dhe sinqeritet ndaj Allahut mund të ketë ndikim të madh tek të tjerët. Kjo është një luftë e vërtetë me veten. Është amanet i mbajtur dhe ndërgjegje e gjallë ndaj Allahut. Të gjitha këto janë shenja të besimtarit të vërtetë.